flasim për protestën në Tiranë, e cila është ditën e 11, vazhdon, ndoshta me një ritëm më të lartë nga ditët e fillimit, pavarësisht interpretimeve që janë të ndryshme, por në shesh njerëzit janë aty në pritje të një zgjidhje, kërkesat e tyre janë për largimin e qeverisë, ndryshe nga Nisa që ishte vetëm për anullimin e projektit të Zvërnecit. Megjithatë, për sensibilizimin e kësaj proteste, edhe atë që po ndodh nuk mund të shmanget më, duket sikur elefanti është në dhomë. Ne do të flasim me profesorin Ridvan Peshkopia, i cili është njohës i mirë i zhvillimeve politike, ish deputet i Partisë Demokratike, themelues, profesor, pra njeri që njeh zhvillimet. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Jam njëkohësisht njohës i mirë edhe i protestave, sepse kam qenë protestues kronik. Por ju jeni jo aq pro këtyre protestave. Po, nuk e mbështes protesta. Nga gjitha bisedat që kam shkuar, jeni vetmi që më thoni që nuk e mbështes të protestë. Po, nuk e mbështes protestën, por nuk do të thotë se ata njerëz nuk kanë arsye që protestojnë. Po kjo protestë ka bërë një zgjim qytetar. Ju e mbështesni zgjimin, po nuk mbështesni faktin që përse po bëhet, pra përse u nis për Zvërnecin. Sistemi ynë politik dhe prandaj unë dhe shokët e mi kemi dalë në rrugë dhe jemi rrahur me policinë, jemi përleshur me një sistem gjakatar që zgjidhet mos jenë më në rrugë, që zgjidhet të transferohen nga rruga në kutitë e votimit. Kur ne dolem aso kohë në rrugë, nuk mundet që zgjidhet i kishim kutinë e votimit. Sistemi ynë politik zgjidhet i kanë kutitë të votimit. Dhe është e papranueshme që një grup njerëzish 10, 15, 20.000, 100.000 ti imponohen pjesës tjetër të popullsisë me zgjidhje nga rruga. Po ju jeni i kënaqur që me këtë zgjidhje që mund të jepet kutitë e votimit me sistemin aktual si është ndërtuar këto 35 vite? Njerëzit duhet kuptojnë sistemin ton politik. Ti sa po fole për zgjimin. Pse ku kanë qenë kur janë bërë votimet e tjera? Kanë qenë duke fjetur? Njerëzit e njohin sistemin politik dhe e dinë që në sistemin ton politik vendimet merren me kuti votime. Nuk merren me imponim në rrugë. Unë jam kundër që një pjesë vokale dhe e motivuar, e zëshme dhe e motivuar e shoqërisë ti imponoj pjesës së saj zgjedhje. Unë personalisht marr pjesë në zgjedhje dhe e them mendimin tim në atë mënyrë. Nuk kam ndërmend të imponohem dikujt duke bllokuar bulevardin dhe duke sajuar, duke shpikur lloj-lloj zgjidhjesh jashtë sistemi. Jo po t'japi dorëheqjen ky, jo po të bëj qeveri teknike, pse se tu mbush mendja ty edhe do bëhet ashtu. Pse tu mbush mendja ty të sajosh zgjidhje, ato nuk janë pjesë e sistemit. Nga doli kjo. Ne kemi parë protesta shumë këto 4 mandate që Rama është në pushtet, por kjo duket sikur është ndryshe, krahasohet me ato të armëve kimike, krahasohet me ato të studentëve, por që ka një kaos, jo, nuk është protestë politike, është protestë qytetare, pra nuk mund të shmanget. Është thellësisht politike. Pse s'ka nga politike? Flet vetëm për terma politike, për çështje politike. Edhe pravavia politike është aty, është shumë e qartë. Njerëzit në çdo protestë, njerëzit mblidhen për arsye të ndryshme. Po gjithçka është politike dhe zgjidhja nga politika do vinë, po puna është që aty s'kemi parë figura, më shumë janë qytetar të thjesht shtresa e mesme. Në një shoqëri çdo gjë është politike. Mund të mos jetë parti politike, por në një shoqëri kur unë e ti po të bisedonin ne të dy së bashku për çështje si i ke nga shtëpia, unë i kam mirë, si po shkojmë me fëmijët e tjera, këtu jemi duke folur për çështje private. Por dhe jemi në sferën private. Por këtu kur po flasim për diçka që shkon përtej jetës tënde personale dhe timës personale dhe përtej marrëdhënieve tona personale, pastaj kemi të bëjmë me politikë. Çdo gjë në shoqëri është politike. Ju thoni që nuk arritur asnjë fitore kjo protestë? Po tani fitore duhet maten në bazë të objektivave të saj, sepse ti thua që ishte fitore zgjimi, po zgjimi nuk ishte objektiva e protestës. Objektiva e protestës, siç të ti, filloi me disa kërkesa për ndryshime ligjore etj. Ato ndryshime si mund ti nga rrugat kërkosh ndryshime ligjore
nga një kuvend për cilin ti ke votuar, ka përfunduar, ti e ke thënë fjalën tënde. Tani do flasin përfaqësuesit e tu atje në kuvend. Po mirë, ta zëm edhe se do të ishte e domosdoshme që në mes të rrugës të dalin probleme tjera dhe njerëzit ngrihen dhe ju sugjerojnë deputetët tyre propozime. Por tani ka ikur edhe nga ajo thuatish. Tani ka dalë në imponim për dorëheqje qeverie. Po, protestuesit janë shprehur që edhe nëse anullohet projekti i Zvërnecit, protestat do vazhdojnë deri në largimin e Ramës. Po, mirë, dakor. Ashtu mendojnë ata. Për mendimin tim nuk kanë absolutisht asnjë shans t'i dalin ban një njeriu që ka 85 deputet, 2/3 e kuvendit, ti nuk mund të imponohesh në këtë mënyrë. Nuk kanë pasur sukses edhe në vende të tjera ku janë bërë këto lloj protesta. Ja tani sapo u bë një në Gjeorgji, tani u bë një tjetër në Armeni, edhe këtu në Beograd janë bërë disa të tilla. Po pse na krahasoni vetëm me pjesën e lindjes? Sepse aty ka më shumë gjasa që këto të ndodhin, në Perëndim nuk bien kurrë qeverit për shkak të protestave. Cila qeveri ka rënë për shkak të protestave? Po të ishte ashtu do kishte rënë qeveria britanike ku rrugët e Britanisë janë mbushur me protestues kundër politikave në përgjithësi të saj dhe sidomos kundër politikës së emigracionit. Aq më pak në vendet perëndimore, demokracitë perëndimore ka mundësi të bjerë qeveria nga protestat popullore. Njerëzit kanë mundësi të shkojnë të votojnë, edhe do shkojnë të votojnë. Pra ju thoni që kjo protestë do dështojë? Ajo nuk është një protestë, ajo është ndruar në protestë, ajo filloi si një sherr mes majtës shqiptare. Zihen socialistët, zihen majtët me njëri tjetrin, mblidhen edhe këta të tjerë se kanë arsye të tjera. Por në thelb të asaj proteste ka qenë lufta politike të majtës, grupe të ndryshme të majtës, të cilët për arsyet e tyre janë të pakënaqur me kryeministrin edhe me establishmentin e Partisë Socialiste. A mundet që unë kam lexuar postimin tuaj, po për hir të publikut jeni më i drejt për drejt, kush është mbrapa kur thoni e majta? Po është ky grupi i Erion Veliz. Ai është grupi thelbësor aty, të cilët kanë jo vetëm hatërmbërtje personale se Edi Rama ose ju sabotoi liderin e tyre ose e dërgoi vetë në burg ose nuk e mbrojti. Por ato nuk janë çështje thjesht hatërmbetje morale, ai ishte burimi i financimit të shumë projekte të tyre, edhe të stilit tyre luksos të jetesës. Një grup tjetër janë sororistët shqiptarë, të cilët në fakt nuk e kishin me Edi Rama, sepse ai është pjesë e tyre, po e kishin me Donald Trump. Sepse po ashtu politikat e tij, zhbërja e USAID-it, se ne gjithë kujtonim se Soros i paguante këta me parat e veta. Në fakt i paguante me parat e taksapaguesit amerikana, kanalizoheshin fondet e USAID-it nëpërmjet Sorosit dhe përfitonin këta një shtres, ishte bërë një shtres e tërë e mesme t'i themi që jetonte në Shqipëri vetëm jetë shumë mira, vetëm me projekte me projekte astroturfe, me projekte që nuk ishin bënë fare me problemet e Shqipërisë, sajonin probleme aty ku nuk ekzistojnë. Vini na jepnin leksione ne për barazim gjinore, për drejtat gjinore, për barazim me ruajtjen e minoriteteve apo barazim Po, qofse do ishte një sherr mes socialistëve, si përfunduan deri në headlineset kryesore të mediave amerikane. Atje reaguan djali Bidenit, Bernie Sanders, të majtët të republikanë, demokrate. Cilët janë republikanët që reaguan? Se gjitha që më theti mua janë gjitha janë orbitat e universit Sorosit. Atëherë Sorosi është kundër Ramës. Në fakt, po ta shikosh edhe mesazhin që ka dërguar Bideni, ky Sandersi, në fakt nuk e përmend fare Ramën, përmend Trumpin. Pra unë të thash që është njëri grup është kundër Edi Ramës, grupi tjetër është kundër Trumpit. Janë bashkuar dy së bashku. Në 1 milion këtu duket sikur jemi bërë qendër e politikës globale me këtu. Po pas ka këtë magji shqiptaria që papritur ndonjëherë, një herë në kaq kohë bëhet qendër e politikës globale, nuk është hera parë, ka pas dhe raste tjera. Që shqiptaria ka qenë në qendër zhvillimeve ndërkombëtare. Për shembull, kur ka qenë çështja e zëvendësimit të Tajvanit me Kinën komuniste. Që bëri kërkesën Shqipëria.
apo çështja e luftës së Kosovës, apo zhvillimet në 97-ën, nuk do të ishte para herë që Shqipëria do të ishte në qendër të zhvillimeve globale. Po Rama, ju si e analizoni këto, njëherë ishin grekët, pastaj jo serbët, jo iranianët, agjenturat e huaja, Unë për iranianët nuk di gjë, për agjenturat nuk di gjë. Për sa i takon grekëve, ata me deklaratë zyrtare nga Ministria e Jashtme janë renditur, janë arrestuar për këtë gjë. Mediat ata thanë që kanë pakicën e tyre atje, vllehet i quajtën grek. Ata janë deklaruar zyrtarisht, pozicionet e tyre kanë deklaruar zyrtarisht ndaj projektit dhe ndaj protestave dhe po ashtu mediat e tyre me shumë entuziazëm. Edhe për sa i takon Serbisë, unë nuk kam dëgjuar ndonjë politikan serb të shprehet, politikan i lartë serb të shprehet për këtë, por media e tyre me shumë simpati i ndjek protestat. Këto dy, unë nuk di për iranianë e tjerë, ato nëse ai di, le të thotë ai vetë për iranianë. Me qira fjala, unë duhet të them që këta ishin, si thua, ka dy element protesta, ka ata organizatorët, zemrën e saj, janë edhe këta pastaj populli që vjen rrotull dhe çdo njeri ka arsyet e veta, dhe unë s'po them që s'kan arsye, kanë shumë arsye, ka 1000 arsye. Qeveria aktuale ka mbyllur shoqërinë, ka përjashtuar segmente të tëra të shoqërisë nga pjesëmarrja në jetën e vendit. Njerëzit duan të kontribuojnë, njerëzit duan të punojnë, njerëzit duan të fitojnë, njerëzit duan të arrijnë. Ai e ka monopolizuar zhvillimin e vendit në pak duar, në pak kategori, në ata me cilët është lidhur dhe ka një ngulfatje në shoqërinë shqiptare. Është e vërtet. Ndoshta mund të jetë perceptim, por nëse është një perceptim që kanë masa të gjëra të popullsisë, atëherë duhet të ketë diçka përtej perceptimit. Kështu që unë nuk them që ata njerëz kanë dalë aty kot. Unë nuk po them që i ka marrë ata njerëz, ata 10 mijëra njerëz, nuk po them që i kanë marrë këto dy grupet majtiste, se s'po them për këto qorrat e bolshevikët, qorrat Red Salut kamrat. Po flas se edhe ata ishin aty, edhe ata po shikonin në mundësi për të pushtuar pallatin e dimrit me bolshevikët e tyre. Por shumica e atyre njerëzve që kanë dalë atje sigurisht që nuk kanë të bëjnë me këto 2-3 grupe që përbëjnë thelbin e protestës. Dhe unë nuk them që ata njerëz kanë dalë kot aty. Ata kanë shqetësime legjitime. Dhe për mendimin tim, qasja e drejtë e qeverisë është që nuk ka lëshuar, por qasja e gabuar është që nuk dëgjon. Domethënë, nga njëra anë do të ishte shumë e dëmshme për sistemin politik, tonin politik, që një qeveri të jap dorëheqjen për shkak të presionit nga rruga. Dhe nuk do ta japi, dhe nuk ka pse ta japi, s'ka arsye institucionale që ta japi. Por nga ana tjetër, ti jesh i pandjeshëm ndaj këtyre zërave, është e paarsyeshme. Për mendimin tim. Si zgjidhet atëherë se ju thoni që dorëheqja mos jepet, por këta të dëgjohen. Kush është rruga e mesme? Ndoshta ndonjë referendum? Po pse duhet jetë rruga e mesme me dojë mos një hap institucional? Rruga e mesme do të ishte një dialogim me segmente, nuk është puna si thon këta që do bëjmë një delegacion tani nga kjo, se s'ka si kuptima që do bëjmë një delegacion nga turma e do shkojnë në negociata me këtë, se nuk funksionon ashtu sistemi politik, që do dalin njerëzit rrugëve dhe hajde të zgjedhin ca aty dhe të fusim bëjmë biseda me kryeministrin, nuk funksionon ashtu. Por ky me segmentet të shoqërisë janë të përfaqësuar atje, fillon dialogon. Nuk është e domosdoshme që do dialogojmë ata që janë në rrugë. Por fillon, shikon, rinia, se ka shumë rinia atje. Atëherë ai fillon mendon, kush janë problemet, pse është rinia e pakënaqur, pse ka dalë rinia në rrugë. Dialogon me rinin, shkon nëpër universitete, shkon nëpër qendrat ku ata mblidhen, shikon problemet e tyre. Kush janë problemet? Një nga arsyet se rinia është e pakënaqur është se ajo siç shprehen dhe shumë të rinj, edhe ata që unë i takoj jashtë asaj proteste, që nuk shohin perspektivë. Pse nuk sheh perspektivë rinia? Ajo këto, po ta thot një njeri dy, mund ta tekalosh dhe ti thosh, ky personalisht është dështak. Po kur bëhen mira, 10 mira të rinj, që thon s'ka perspektivë, atë duhet të dëgjosh për të. Ai duhet dëgjoj, ai duhet i dëgjoj këta njerëz.
Po ti dëgjoj nga pikpamja politike, jo me hapa institucional të improvizuar. Se themu thot ai, hajde ta improvizojmë tani ik ti, se do sjellim qeveri teknike, nuk funksionon kështu sistemi politik. Kështu ka funksionuar, sepse për një çadër u dha gjysma e qeverisë, çadrën e Lulit. Tani ata janë më shumë. Pse mos shkojnë zgjedhje të parakoshme ose qeveri teknike? Po flas për kërkesat e tyre. Po se vendi nuk është në krizë. Nuk është në krizë institucionale, as në krizë kushtetuese. Thjesht u kapën për një politikë të caktuar, as për një politikë të caktuar, për një vendim të caktuar, për një projekt të caktuar. Edhe pse nuk u morën vesh për një projekt, do shkoj vendi në zgjedhje. Nuk besoj se është një projekt. Ju, zoti Peshkopia, jeni i kënaqur me këtë model ekonomik që reflekton edhe Sazani, Zvërneci, sepse kemi parë portin e Qullash. Jo, unë nuk jam i kënaqur me këtë model ekonomik, po jo që përfaqëson Sazani ose Zvërneci. Unë nuk jam i kënaqur edhe shumë i entuziazmuar nga ky projekt nuk jam. Unë nuk jam nga ata njerëz të cilët thonë që Shqipëria ka zgjidhjen e turizmit. Turizmi është ekonomi e dembelve dhe të paditurve. Unë mendoj që Shqipëria të ardhmen e vet duhet ta kërkojë në teknologji, në industri, në inovacion. Asgjë, absolutisht nuk jam ky vetëm se do ta ngrinte nivelin e turizmit nga turizmi i Byrekut tek turizmi i nivelit të Antalës. Por unë nuk mendoj se zgjidhjet për vendin tonë kalojnë nëpër projekte të tilla. Ai është një projekt shumë i mirë. Nuk ka dyshim, unë dua që të bëhet, por nuk mendoj se ai do ta shpëtojë Shqipërinë. Por nuk mendoj se ja vlente një luftë e tillë nga të dyja palët për atë projekt. Po të kishe thënë se do të ndërtohet një qendër e të dhënave, do kisha luftuar edhe unë, do kisha dalë të luftoj edhe unë. Qofse qeveria e mbronte dhe njerëzit do ta kundërshtonin, unë do dilja të luftoja kundër qeverisë. Tani nuk kam arsye për dalë, se nuk është e ardhmja e vendit. Qendrat e të dhënave, AI-ja, teknologjia, çipet. Kjo është e ardhmja, kjo mund ta çojë përpara vendin tonë. Inovacioni. Kështu që nga kjo pikpamje, grindjet nuk janë për një imazh të madh, super të madh qeverisë etj. Janë më tepër grindje të vogla, nuk po na pëlqen ky projekt, nuk po na pëlqen mbyllja e dyerve dhe hapësirave, nuk ka diskutime për politika të mëdha, nuk ka diskutime për çështje të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Edhe ata që kanë dalë atje nuk kanë dhënë një vizion magjik se çfarë do të bëhet, si do të bëhet. Do ruajmë pelikanët, do ruajmë ato flamingot, se kam i çifte të vjetra aty se po më hidhet ndonjëherë të shkoj ta pastroj nga ndryshku, të shkoj t'i vras ato flamingo që të bijmë rahat, i nxjerrim nga ekuacioni, se mi ngatru me flamingo me pelikan qimele shkatshurrel. Pa lidhje janë ato. Pra dhe Berisha ka drejt që është në krah në një lim e Ramën me këtë që mbështet projektin. Ka një ndryshim të madh mes një qytetari të lirë siç jam unë dhe Sali Berishës që është një qytetari që është një politikan i investuar. Unë mund ta them mendimin tim siç e kam, si jap llogari asnjëriu. Ai ka jo vetëm një parti mbrapa, por ka edhe llogari të tjera të hapura me Shtetet Bashkuara me Bashkimin Evropian, me Britaninë etj. Kështu që kur ai mban qëndrime të ndryshme mbrapa qëndrimeve të tij, duhet shikosh kush janë edhe interesat e tij politike, po dhe interesat e tij personale. Kështu që nëse në pari mund të thoja po, ka të drejtë. Që ai nuk i investohet, që ai nuk i kundërvihet një projekti të tillë të madh, është projekt shumë i mirë. Është një projekt sigurisht që asnjëri nga ne nuk e ka parë në letër, por ideja që do vi, se kemi dëgjuar shifra të ndryshme nga 1.4 miliard deri në 4 miliard etj. Por a është 1.4, a është 4 miliard, a është 500 milion? Ato janë projekte të cilat jo vetëm e ndihmojnë Shqipërinë, por nuk do them siç po dëgjova dikë që thonë aty se ai do ta shpëtojë Shqipërinë ai projekt. Ai nuk e shpëton ai projekt Shqipërinë, thash përpara, asnjë projekt turistik nuk e ndihmon Shqipërinë, nuk e shpëton Shqipërinë. Vetëm projektet mëdha teknologjike, sidomos të këtyre teknologjive më të fundit digjitale dhe inovacioni, ato mund ta shpëtojnë Shqipërinë. Por
ai e ndihmon shumë Shqipërinë, si nga ana ekonomike, sidomos nga atë pjesë, në atë rajon, por edhe nga pikpamja gjeopolitike, sa të kesh një investim të tillë të madh në Shqipëri, në një farë mënyre ke bler një policë sigurimi, ti je njëkohësisht je i siguruar në një skemë të madhe gjeopolitike. Kështu që nga kjo pikpamje ai është një projekt i mirë. Këto broçkollat që thon këta për dëmet që do të sjellë etj, ato janë krejtësisht të pabazuara. Ato flamingot që më kanë ardhur më të hundës, ato po mbivlerësohet roli i tyre, ato në fakt nuk janë aty, nuk jetojnë aty. Ato vetëm ulen aty në shtektimin e tyre. Ato shkojnë edhe lëshojnë vestë e tyre në jug të Francës ose në Spanjë, pikërisht në zonat të tilla ku janë ndërtuar resorte të tilla të luksit. Dhe mbrojtja më e mirë e atij rajoni atje është pikërisht të ndërtohet një resort i tillë, sepse i shton mbrojtjes nga shteti edhe mbrojtje nga privati, sepse ai është i investuar që ta mbrojë mjedisin atje, sepse ai aty e ka të mbështetur bazën e biznesit vet. Të lutem, kam edhe diçka të fundit, profesor, ju thatë që Rama nuk duhet të tërhiqet. Pra, i bë thiri që mos tërhiqet përballë këtij presioni, qytetarët kanë të drejta të protestojnë për arsye të tjera, ndërkohë që modeli duhet zhvillohet. Tani në fund fare, nisur nga eksperjenca juar përvoja, njëri tuja, si mbyllet e gjitha kjo? Po siç është mbyllur në vende të tjera rreth rrotull, është më e mundur është që do të lodhen protestuesit. Duhet të sqaroj diçka. Kur unë them Rama nuk duhet të tërhiqet, nuk më bëhet fare vonë për fatin e tij personal dhe politik. Sa herë të shkoj në zgjedhje, unë do votoj kundër tij. Unë nuk do votoj për të. Unë nuk kam votuar kurrë për të, nuk do votoj kurrë për të. Unë e kam pasur shok rini atë. Dhe me këtë personalisht nuk kam asgjë. Unë nuk votoj kurrë për socialistët dhe kurrë nuk do të votoj për socialistët. Unë nuk dua që kjo të quhet sikur unë po mbroj qeverinë e tij dhe pushtetin e tij. Unë po mbroj sistemin politik. Sistemi politik duhet mësohet që funksionon me zgjedhje periodike 4 vjetore. Dhe njerëzit shkojnë votojnë një herë në 4 vite. Dhe sistemi politik nuk mundet të shantazhohet nga rruga. Pa pasur krizë, 10, 20, 30.000 qytetarë nuk mund të sajojnë në mënyrë artificiale një krizë. Pa pasur krizë sistemike. Sepse kjo mund të interpretohet, dikush mund të thotë ka krizë ekonomike ose ka krizë morali. Këto janë tjera gjëra, mua nuk më interesojnë këto, këto janë pamatshme. Ai që më intereson mua është që vendi nuk ka një krizë politike. Vendi ka një qeveri funksionale, ka një kuvend funksional. Njerëzit nëse nuk dinë të votojnë, nuk ja u kanë fajin unë. Njerëzit nëse duan të përmbysin një qeveri, do shkojnë të votojnë ta përmbysin atë. Legjitimisht. Sepse këto cikle të mungesës së stabilitetit kanë krijuar tani përshtypjen që hajde s'ka gjë se edhe po votuan pamend, edhe nëse flen deri në darkë atë ditë se kemi pirë shumë drogë natën e kaluar edhe shumë raki në ato festa, edhe shumë narkotik në ato festën e të shtunës të mbrëmjes na doli gjumi, s'ka gjë punë e madhe se ndoshta rrugës diku çohemi gjithë bashkë dhe rrezojmë qeverinë. Nuk funksionon kështu një sistem politik. Sistemi politik ka nevojë për stabilitet. Do votohet një herë në 4 vite për kuvendin dhe do vazhdoj jeta, do vazhdoj puna. Sepse këta ngatrojnë, menjëherë sapo dilet në protestë, menjëherë kërkohet rënja e qeverisë. Mund dalësh në protestë, s'ka nevojë që të mendoje mos kërkosh rënjen e qeverisë. Del në protestë, je kundër projektit dhe shpalos qëndrimin tënd kundër projektit, qeveria mori shënim atë, do ta shikoj, do ta diskutoj këtë çështje, do ta shikoj edhe në kuadër të llogaritjeve të pushtetit dhe në rregull. Sapo vetë dhe ne kemi dëshmuar. Këta kaluan nga disa kërkesa, ishin disa kërkesa ligjore, të hiqet ky ligj, të shfuqizohet ky ligj etj. Që është mënyrë shumë legjitime e shprehjes së vullnetit popullor ose një dëshire popullore nga një grup njerëzish, del tani aty që ne nuk largohemi që këtu se parën qeveria. Po mirë, mos u largohemi aty. Ç'a i prishti punën atij? Ashtu e kemi pas te bulevardin, se mban më të je i ri. Ai bulevard ashtu ka qenë nga ora 6 e deri në 8-9 ka qenë plot me njerëz në komunizëm. Edhe ajo në fakt një lloj proteste ishte.
Komunizmi përpiqej të izolonte njerëzit nga njëri tjetri, edhe ne dilim gjithë mbrëmjen në bulevard dhe shoqisnim aty nga ora 6 deri në 8, 9, 10 që takoheshim me njëri tjetrin. Po tani shoku juaj Fermeris, ju duket më shumë në hall apo i ka manovra këto për të larguar vëmendjen? Nuk e di. Për këtë duhet të pyesni ato. Okej, unë të falenderoj shumë profesor për. Edhe unë falenderoj. Faleminderit për mbështetjen që më dha mundësi të komunikoj. Gjithmonë Dylber, sa herë ndonjë mendim timin gjysmak, sakat, qoftë edhe të gabuar, gjithmonë jam i gatshëm. Faleminderit për mendimet tuaja, profesor. Mirë.